Kuadrat ka çuar pesh tifozët e Shqipërisë në minutën e 33, një gol me të vërtet i bukur. Kjo ishte pra goditja që ka dhënë Mea, Alban Mea. Presim ta ndjekim edhe një herë të përsëritur golin. Është me të vërtet një ide shumë e zgjuar e tij, jashtëzakonisht e zgjuar. Shikoni me majën e këmbës së tij djathtë e ka lënë në vend portierin Serpis. Një goditje me të vërtet fantastike e zgjuar. Rrallë kemi parë goditje të tillë. Dhe shikoni rrjeta shkundur 1-0. Ndiqeni se si e ka goditur topin Mea. Dhe 1-0 në minutën e 33 pra vjen goli. Në mos gaboj është goli i pari i tij me përfaqësuesen ton. Alban Mea, një futbollist që luajti ndeshjen e tij të parë zyrtare me Kiprin në Tiranë. Kujtojmë që ishte protagonist në golat e shënuar nga Shqipëria në krosimet e tij, por ja që sot bëhet ai shënues, pra Alban Mea duke çuar pesh tam tifozët që natyrisht janë pakët, por dhe të gjithë ata që ndjekin nëpërmjet ekranit televizionit shqiptar në këtë mbrëmje të shkëlqyer, një mbrëmje festive tham, një test për përfaqësuesen ton që siç tham e theksojmë edhe një herë, nuk është pushtuar